Historia është frymarrja jonë, është gjaku që na rrjedh në deje. Lidhja e Prizrenit është pjesë e trupit tonë, e kësaj zemre që rre në çdo shqiptar të ndershëm. Lidhja e Prizrenit nuk ishte vetëm një organizim politik, ishte zgjim i identitetit tonë. Të lidhja shqiptare e Prizrenit e gjejmë edhe shpirtin kryengritës mes. Ata nuk kishin as mbështetje ndërkombëtare, as resurse moderne, por kishin një gjë që vlen më shumë se gjithçka: ndërgjegjën kombëtare dhe guximin për të vepruar. Lidhja e Prizrenit nuk ishte vetëm një organizim politik, ishte zgjim i identitetit tonë. Projekti i parë strategjik për bashkimin e shqiptarëve, një ngjarje që i parapriu dhe frymëzoi pavarësinë, lirinë dhe vetë ekzistencën tonë si popull në këtë pjesë të Europës. Të lidhja shqiptare e Prizrenit e gjejmë edhe shpirtin kryengritës mes peticionesh e protestash, por edhe vullnetarizmin luftarak e ushtarak për mbrojtjen e trevave shqiptare nga ushtrit fqinje. Të lidhja shqiptare e Prizrenit e gjejmë edhe aftësinë e kapacitetin e shqiptarëve për të vetëqeverisur e për të vetëvendosur, por edhe aftësinë e tyre politike për të pozicionuar ndaj zhvillimeve politike ndërkombëtare të kohës. Shkëndija e kësaj dite ndezi pishtarin e lirisë, por trashëgimia e saj jeton sot në çdo përpjekje për zhvillim, për mirëqenie, për bashkim shpirtëror dhe kulturor të shqiptarëve kudo ku ata janë e jetojnë. Ajo lini si nevojë jetike për të mbrojtur trojet tona, identitetin dhe të drejtën tonë për ekzistencë dhe dinjitet. Historia është frymarrja jonë, është gjaku që na rrjedh në deje. Lidhja e Prizrenit është pjesë e trupit tonë, e kësaj zemre që rre në çdo shqiptar të ndershëm, pjesë e identitetit tonë kombëtar. Identiteti ynë kombëtar nuk është vetëm një fjalë, nuk është vetëm një kujtim, por ai është një amanet. Sot detyra jonë është ta çojmë më tej këtë amanet, sepse ne nuk harrojmë historinë.